pengesat? Pengesat kryesore kanë qenë ato dokumente të gjetuna, po i referohem kështu arkive së Zarës, janë të gjitha dokumente të policisë, të shkruara me dorë në gjuhën gjermane, ku ka pasi për jullë kohet, do thoja disa mujore që s'kam pas mundësi, s'kam arrit të gjeja një ekspert për transkriptimin e tyre. Dhe në fakt, transkriptimi këtyne dokumente do thoja që ishte edhe qelësi i lidhjes të gjithë historisë së Pjetër Marubit. Ato dokumente të cilat me transkriptimin e tyre zbërthyn kërësisht itinerarin, shkaqet e largimit ti nga Italia. Dhe ju e thatë, në fakt, ky libër sjell dokumente nga arkiva italiane, ruse, turke, kroate dhe britanike. Franceze, italiane. Cila ka rezultuar më e vyera për të bërë këtë libër, ose që dhe ju ka surprizuar? Ndoshta nuk e dini. Shiko, është sipas kapitujve, do thoja. Nëse kapitulli i parë është dedikuar krejtësisht familjes Marubit në Itali, janë arkivat italiane të cilat me kanë ardhur në ndihmë. Regjistrat e popullsisë, aktet e lidhjeve të vdekjeve, të cilat janë të gjitha pjesë, të cilat në fund kulmojnë edhe me ndërtimin e gjenealogjisë së familjes Marubi në Itali. Diçka që nuk e kemi ditë asnjëherë. Nëse ne i referohemi kontekstit kohor ku ai rritet dhe zhvillon aktivitetin e tij patriotik, për atë më kanë ardhur në ndihmë dokumentet e gjetuna në arkiven e Zarës. Janë dokumenta të policisë së Vjenës, të cilat edhe arrestojnë Marubin, marrin shënime, etj. Për këto dokumente më është dashur vërtet një kohë e madhe. Pastaj, në kapitullin e 5, është një kapitull që i dedikohet figurës tij jo si fotograf, por si piktor dhe si arkitekt. Dhe ne duhet kuptojmë që Marubi ne na vjen në Shqipëni si një piktor edhe si një arkitekt. Nuk vjen si fotograf. Ai bëhet në Shkodër fotograf. Dhe kjo është një përgjigje e një pyetje shumë të debatuar dhe në po e quajnë edhe në atë fushën e profesionistëve të fotografisë në Shqipëni, ka pasi debat shumë të madh për vitesh, që merr përgjigje pikërisht në këtë kapitull. Dhe ky është një nga ato element për shembull që mund t'i përmbys informacionet e deri tanishme për jetën dhe identitetin e Marubit? Ka shumë dokumente të cilat përmbysin gjëra të caktuara, siç edhe rrëfeva. Për shembull, aktiviteti i tij si piktor dhe si arkitekt është fare pak i njohur. Ne kemi ditë vetëm dy, kemi shikuar në galerinë kombëtare të arteve vetëm 2 piktura të realizuar nga Pietro Marubi, po asgjë më shumë se kaq. Për shembull, referu e hulumtimit arkivor, dokumentet e gjetura në Hermitazhin në Rusi, në Shën Peterburg, janë dokumentet që na sqarojnë dhe na japin një mjeshtri mjaft madhe të Marubit si një arkitekt. Mirë, përveç këtij zbulimi që tregon që Marubi ishte shumë dimensional, përveç se fotograf, çfarë tjetër ke Picasso, ndonjë zbulim për jetën e Marubit? Për shembull, për jetën e tij, edhe për Marubin, për figurën e Marubit, qoftë jetën personale, qoftë atë profesionale. Janë 2 momente. Pra, nëse i referohemi shkakut kryesor që bën që Marubi të largohet nga Italia, ajo është pjesëmarrja e tij në vrasjen e dukes së Parmës. Ky është shkaku kryesor që çon në largimin e Marubit nga Italia. Ndërsa në aspektin e tij si një fotograf mjaft i konfirmuar gjatë shekullit 19, është gjetja e albumeve fotografik të realizuar nga Marubi në arkiven e Sultan Abdul Hamidit II. Dhe kjo ka qenë ndoshta një ndër surprizat më të veçanta të gjithë studimit. Për gjitha këto që unë po ju them, janë të gjitha dhe të pasqyruar edhe me imazhe, po edhe me dokumente që janë të transkriptuar dhe me foto të ilustruar të tjera. Shqipëria asaj kohe vjen Marubi, një arkitekt, një piktor, dhe në Shqipëri themelon studion e parë fotografike. Çfarë do të thotë për Shqipërinë asaj kohe një fotograf italian dhe si u prit gjithmonë në kontekstin politik shoqëror? Atëherë, duke nisur nga kjo fundit, nga konteksti ku ai vjen dhe krijon aktivitetin e tij.
Fillimisht i atëshuar pranë seminarit jezuit, ku